Publikimi i mesazheve të shkëmbyera gjatë seancës së fundit në Kuvendin e Kosovës ka tronditur skenën politike, duke zbuluar prapaskena dhe koordinime të brendshme që hedhin dritë mbi lojën e heshtur për pushtet. Ish-ministri i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi është kapur nga kamerat duke shkruar mesazhe nga telefoni i tij gjatë seancës konstituive. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje i është drejtuar ish-kryeministrit Albin Kurti me një pyetje. Në grupin multietnik po flitet që edhe vetoni është propozuar për ministër. A është e vërtet? Përgjigjja e prerë e Kurtit është jo. Emri AK në telefonin e Krasniqit lë të kuptohet qartë se po bëhet fjalë për Albin Kurtin. Raportet e tensionuara mes Krasniqit dhe Veton Berishës e bëjnë edhe më të besueshme këtë aferë. Një tjetër figurë që përmendet në këtë komunikim është Aslani Fush Kosovë, personi që i shkruan Krasniqit në WhatsApp. A more info për Vetonin? Krasniqi përgjigjet. KM s'po më përgjigjet, duke lënë të nënkuptohet se po i referohet ish-kryeministrit Kurti. Por drama nuk ndalet këtu. Pikërisht në kulmin e këtyre shkëmbimeve, Aslani Fush Kosovë e paralajmëron Krasniqin, po të filmon kamera. Në një moment tjetër që është kapur nga kamerat, Krasniqi i drejtohet Kurtit me fjalët: 4 vota të listës serbe na votojnë. Edhe pse përgjigjja e Kurtit nuk është e qartë, ky fragment është interpretuar si provë e koordinimeve të fshehta për sigurimin e shumicës parlamentare. Ky është konsideruar veprim i papranueshëm, pasi që Kurti ka qenë një kritik i hapur i listës serbe, duke cilësuar atë si një zgjatim të drejtpërdrejtë të politikave të Beogradit. Por kjo nuk është e tëra. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj po ashtu është përfshirë në koordinime me grupin parlamentar të tij për votimin në seancën e tensionuar. Në pamjet e publikuara, deputetja Time Kadriaj i jep informacione direkte Haradinajt. Hajdeni mu nënshkru. LDK po votoj ka kundër, e PDK-ja tash po i pyes. Edhe deputeti Fikrim Damka është kapur duke komunikuar përmes telefonit për ndarjen e posteve, ku në një mesazh thuhet qartë: Fidani le ta propozoj zëvendës ministrin në Ministrinë e Mbrojtjes ose Shëndetësisë. Nën kryetare më mirë Emilia. Por vjen përgjigjja e prerë. Jo, kryeministri nuk e pranon. Ndërkohë deputetja bosnjake Duda Balje ka zhvilluar një bisedë me ish-deputetin e AK-s Pal Lekajn, duke përmendur edhe Fatmir Limajn. Ajo e informon Lekajn: Fatmiri ka me vendos nesër në ora 9. Fola me Endritin dhe përgjigjja e Lekajt nuk lë vend për dyshime. Më gëzove. Ne kemi provuar të kontaktojmë ish-deputetin e AK-s Pal Lekajn lidhur me këtë çështje, por i njëjti nuk është përgjigjur. Në kulmin e kësaj drame politike, ish-ministri i Bujqësisë Faton Peci del para mediave për të deklaruar se nuk ka pasur asnjë komunikim me listën serbe. Madje, ai akuzon ata për bllokimin e kuvendit, duke i cilësuar si përgjegjës për ngërçin institucional. Kush po e thot të vërtetën? A ka pasur marrëveshje të fshehta me listën serbe për votat? Apo jemi para një skenari të stisur për të mbuluar pazaret politike në prapaskenë?